para të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na rrethente dhe thonte se nuk ka lind një dielli një ditë më e mirë se dita e xumë. Para ta thanë çoni salavat ndaj meje, nga se përshëndetjet salavatet e juaja do të më paraqiten mu. Shokët e pejgamberit Allahut e pyetën dhe i thanë ja Rasulullah, si të paraqiten salavatet tona tek ti, ndërsa ti vetëm je i kalbur. Tha Allahu ja ka bon haram tokës që ti tëret, që ti kalb trupat e pejgamberëve të Allahut. Pra Allahu të ndërshëm transmeton Ejube Sekhtjaniu, i cili thot se salavat mbi pejgamberin e Allahut i shkojnë për çdo ditë me lekët ja përcellin. Për vetë se kemi ndëgju se ditën e xumë janë ato që i shfaqen salavat pejgamberit Allahut me emrin e atij që i çon salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ata pejgamberi Allahut më ka prac nga ju është ai i cili unë përmenda ndërsa ai priton me më qu salavat. Pra mi qu salavat pejgamberit Allahut është e pëlqishme çdo kohë dhe çdo çast. Si thot Imam Shafiu, më e pëlqishme është ditën e xumë. A dini pse vëllezër të ndersh? Nga se këto mirësi që i posedojnë dhe mirësi që ti cilët do t'i posedojnë dhe mirë dhe shpërblimet të cilët do t'i marim, nuk do t'kishmi qenë të privuar nga këto mirësit, mos me pas qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Aja që na mësoi fen Allah, ai na tregoi për begatin e kësaj dite, aja që na mësoi çdo sen që na nevojitën këtë jetë, ai na mësoi gjithashtu çdo sen që na shpëton në ahiret. A nuk meriton pejgamberi Allahut me çu salavat? Para të Allahu azza wa jalla i çon salavat pejgamberit Allahut. Melekët i çojnë, e pastaj Allahu na drejtohet neve dhe na thot: ja ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. O ju besimtar, Allahu azza wa jall, melekët i çojnë salavat pejgamberit Allahut. Pa çoni salavat dhe ju të dërguarit Allahut. E erdhën shokët e pejgamberit Allahut masi zbriti kjo ajeti dhe thanë: selam po di me dhon, a mo si të shojmë salavat. Tha thuani: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Lusim Allahun azza wa jall, që Allahu azza wa jall të na takon në këtë ditë të çmuar, ditën e gjykimit me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Para ta çoni salavat mbi pejgamberin e Allahut, se ai që e çon në salavat mbi pejgamberin e Allahut, Allahu azza wa jall çon 10 herë mbi ta dhe melekët lutën për ta nga 10 herë. Pra biliona salavat i arrin atij njeriu që i çon salavat pejgamberit Allahut. Pra to bejm një kabi, tha ja Rasulullah, tha sa të çoj salavat, tha sa të duash, tha a ban një të tretën e kohës që e kam përcaktu për lutje çoj salavat. Tha ban, po nëse e çon më tepër dhe më mirë. Pastaj tha ditë të treta do çoj salavat. Tha ban, tha mirë, po nëse shkon dhe më shumë dhe më mirë. Tha atëre nuk do të lutna, po do çoj salavat. Tha atëre mere këtë mish dhe se Allahu t'i fal gjunat dhe Allahu t'i hek gajlët dhe problemat. Ata që kanë derte dhe probleme, ata të cilët dojnë t'i shlien gabimet e tyre, manira ma e mirë anë t'i qonë salavat pejgamberit Allahut në veçanti ditën e xumë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid.